është takimi i radhës. Fatkeqësisht nuk kemi një marrëveshje të zbardhën politike, s'pako për dinin tonë, dhe për vetë faktin që nuk është arrit një marrëveshje politike, po vazhdon të takomi për procedurë. Takimi për procedurë nuk prodhon asgjë. Qoftë ai i votimit hapën, qoftë edhe ky ndryshim i befasishëm tash një kohë gjatë edhe për votim sheft, është procedural. Ne po sillemi konform rregullorës kuvendit për procedurë. Ardha jonë është në fakt respektimi i institucionit, përkundër që ne po vlerësojmë që nuk ka një marrëveshje politike. Sa i përket reagimit publik të kryetarit LDK, zoti Abdi Xhiku e ka zgjeru propozimin e tij për një qeveri të përbashkët kalimtare. Këtë republikë ka nevojë që njerëzit tulen tavolinë, ndërtohet mekanizëm i dialogut, ndërtohet një ekip i përbashkët pa qëllime tjera. Ajo që bashkon është agenda për republikë. LDK mendon që janë disa çështje që duhet trajtohen me urgjencë, vetëvendosja po ashtu, PDK-ja dhe partitë e tjera. Gjithë ata që duan me morë pjesë, ma shumë dhe i vedon vendosja si partije parë këto, sepse dalim nga një situatë krizës politike dhe hymë në një agende cila s'pako deri në mars mund të shtashtjerë kretë atë nevojën që ne në tavolinë të gjithë me disa probleme. Zotja ka pasur përpjekje nga kryeministri i tyre Albin Kurti që të kontaktoj juve personalisht, por edhe kandidatët edhe deputetët e tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës që të ketë një marrëveshje të rrethëm me juve dhe lëvizjet e vendosje. Unë nuk dal jashtë atij formatit që është komunikimi me partitë politike. Unë i quaj legjitime tendencat partisë parë me i taku deputetët, po do t'i zbarë takimet, mos i majmë sheft, t'i zbarë. Por është çështje e tyre se si komunikojnë dhe mundohen me bind. Ajo që vazhdimisht në besoj është do të me i bind deputetët për qëllim politik e jo me i bind për përdorim. Kjo është e keqe. Nuk mu me pranu mu përdor deputetit, qoftë mu trafiku, me bo lëvizje për një përdorim. Po çështja e individit mandej se si e vlerëson. Mendoj që duhet me pas përpjekje të ndërtimit në një mekanizmi dialogut më radhshëm. Është qëllimi kryesor. Si po presni me gjetë unitet brenda subjekteve politike në kuvend, kur tash 29 herë nuk po arrihet me u gjetë për kryekuvendare. A mendoni që ka me pranuar këtë rast vendosja? Kemi pa që jo mirë, po edhe sa përket çështjes së ndarjes së pushtetit brenda asaj qeverie, nga kush mendoni që duhet me u thënë? Po ne jemi takuar 29 herë për procedurë. 29 herë jemi ftu, kur partia parë ka shfrytzuar drejtën si pas rezultatit të 9 shkurtit me propozu. Po nuk është i mjaftueshëm me propozu, kur nuk je i pa mjaftueshëm me zgjedh. Tërkërkohet me pas vullnet, politik me gjithë mundësinë që me mbështet. Ata kanë propozu zonjën, e kanë hullë në zjarë dhe ta thojnë ajde votoj se procedura kështu. Kështu nuk zgjidhen problemet. Mekanizmi që LDK-ja po ndërton është njëra nga 3 opcionet që në Kosovë sot janë. Partia parë me ndërtu qeverisje stabile, si pas propozimit të zotit Kurti, po shihet që qëllimi i tij është vetëvendosja LDK, nisma dhe minoritetet. Propozimi i dytë është qeverisja e pakicës politike që PDK, LDK, Aleancë dhe minoritetet, dhe opcioni i mesëm që e ka LDK-ja, të gjithë bashkë, për periudhë të caktuar kalimtare, një agjendë të dakorduar bashkë, një format i dakorduar bashkë deri në mars paku me zgjidhje. Këto janë 3, nuk ka tjetër opcion në Kosovë. Dhe fundit, jam pak e rëndësishme është, edhe në zgjedhje me shku, duhet mu shpërnda ky kuvend. Mënyra se si shpërnda, duhet mu pajtu politikisht. Pse të mos pajtohemi për një çështje funksionale, se sa mu pajtu për një çështje me shku në zgjedhje. Nuk ka vullnet, po shihet që nuk ka vullnet në radhë parë nga partia parë me shku në zgjedhje. Edhe sa mendoni që kanë me zgjatë ardhjet kështu çdo 20 tetor dhe sa keni marrë ja, mendoni që keni më lut diku? Për procedurë, fatkeqësisht një ditë po, një ditë jo, nuk ka fund. Por është bardhja si në Varreza. Kjo është problem. Unë besoj që partia parë duhet me thirrë arsyes racionalitetit dhe me ndërtu mekanizmin e dialogut për me mbyll këtë mënyrë, këtë mendësi të takimit, një ditë po, një ditë jo, për procedurë dhe kur gjë tjetër s'pëndodh. Flasim vetëm me një gjë, nëse do të ndryshonte emrin e kandidatit për kryeparlamentare Lëvizja. S'është emri problem, nuk është për neve emri problem.
Është e drejtë e tyre me propozu, partia e parë. Partitë Pse tjera, po votoni, të partitë votuat tjera, diskutat? na jena në procedurë, na po votojmë për procedurë ose s'po votojmë për procedurë. Nuk është emni tash. Ju e dini kryesuesi po na fton për një komision ad hoc me zgjeru. Nuk është emni të u përsërit. Por ka parti dhe deputet që nëse ndryshon emni e votojnë sot. Ka edhe besoj që aja mund të arrijet, po LDK nuk e ka emnin e përveçëm problem. A mund ta dim kush janë ata deputet që janë të gatshëm për të votuar? Ka ndodhur 2 parti politike që ka thonë nëse ndryshohet emnin e votojmë. Faleminderit shumë për sot.